Atëherë ne në fillim të vitit 2025 themeluam degën e shoqatës Lazerati në Tiranë. Me të filluar nga puna, organizuam dhe hartuam një strategji të shoqatës të degës, ku aty përcaktuam drejtimet kryesore të shoqatës. Më pas pasuam me një aktivitet që ishte në maj, ku prezentuam një set fotografi të fshatit, përfshi edhe veshje popullore. Gjithashtu profesor Skënder Muça, i cili është ngarkuar me punë, është një nga arkeologët më të mirë që kemi në Shqipëri, është ngarkuar me punë për të bërë këto sondazhe dhe vërtimet arkeologjike në fshat, ku ne duam të kuptojmë më mirë mbi prejardhjen e fshatit dhe ku janë këto asetet të trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike që ne duam t'i fuqizojmë në mënyrë që t'i përdorim më tej, por të kuptuar më shumë prejardhjen e fshatit. Gjithashtu, organizuam në muajin shtator një takim rinor, ku të rinjtë dhe të reja të fshatit u takuan, organizuan një aktivitet sportiv, gjithashtu diskutuan për të ardhmen e tyre dhe dëshirat dhe ëndrat që kanë për ta. Gjithashtu, në muajin shtator, mos gaboj, u konkludua dhe website i shoqatës, cili është një arkiv i rëndësishëm i shoqatës sonë, ku vazhdon të popullohet dita ditës me materiale nga dega e Tiranës, nga qendra e fshatit, nga bashkëtarët në Amerikë, gjithashtu dhe ata të Britanisë Madhe, të cilët mendojmë që është një databazë shumë e rëndësishme dhe ku na mundëson që të jemi dhe transparent me gjithë aktivitetet dhe me çdo gjë që ne bëjmë. Në muajin nëntor ishin dhe dy aktivitetet më të rëndësishme që kemi organizuar, është vërtimi i dytë arkeologjik, që është udhëhequr nga profesor Skënder Muça me ekipin e tij arkeologjik, dhe ajo është diçka që vitin tjetër do kemi mundësi të japim më shumë informacion, edhe do kurorizohet me një kërkim shkencor dhe me një botim të historisë, po themi e parë nga arkeologjia. Gjithashtu jemi duke punuar me disa pedagog të osmanishtes, që ne mendojmë që është plotësuese për sa i përket kërkimeve shkencore për prejardhjen e fshatit, domethënë për regjistrat e gjendjes civile në kohën e perandorisë osmane, për ta sjellë historinë deri në shekullin e fillim, në shekullin 20, domethënë fillim shekullin 20. Gjithashtu po punojmë edhe për shekullin 20 deri në kohët e sotme, në mënyrë që kjo të konkludojë, si thua, gjithë pjesën e kush jemi ne dhe nga vijmë, domethënë është shumë e rëndësishme. Gjithashtu në muajin nëntor organizua edhe një vizitë nga një prej ekspertëve më të mirë që kemi në Shqipëri për turizmin, i cili është ngarkuar nga dega jonë për hartimin e një strategjie të turizmit, e cila mendojmë që është gjithë piklidhja e gjithë trashëgimisë kulturore, historike, arkeologjike, traditave, gastronomisë po ashtu, që mendojmë që do ta konkludojmë një strategji për zhvillimin e turizmit të fshatit dhe Vizit Lazerati, domethënë që është shumë i rëndësishëm për ta patur si pjesë të saj, e cila do ndihmojë shumë ekonominë lokale, cili bashkëtarët mundet ta ndërtojnë të ardhmen aty ku janë, domethënë, dhe kjo përmirëson edhe gjendjen ekonomike të fshatit, edhe si thua atë miqënien dhe e kthejmë një produkt të veçantë. Dhe pastaj gradualisht ne patjetër që do mundsojmë që me operator turistik kombëtar dhe ndërkombëtar ta integrojmë këtë pjesë, po pa produkt nuk mund të futemi dorë. Kjo është sot. Kjo ishte ajo që prezantuam, edhe një mënyrë për të bërë një rezume të aktiviteteve, të aktivitetit të degës sonë për këto pak muaj që kemi pasur, diku te 8 muaj nga themelimi. Së që 2026 do jetë një vit akoma më intensiv dhe me gjëra akoma dhe më cilësore. Faleminderit. Aktiviteti më rëndësishëm ishte themelimi i degës së Tiranës, e cila u bë si thua shohë dhe themelet e degës tu, me një votim që do thoja që ishte goxha interesant, i mbyllur dhe ashtu si në dakon, domethënë, me demokraci, domethënë,
Dhe besoj që ajo ishte dhe takimi I parë joni, ku kryesisht edhe për ne ishte shumë rëndësishme pjesa e antarësisë. Sot kemi dhe librin e antarësisë, kështu që ata që nuk kanë firmosur mirë që më vonë të kenë mundësi që të antarësohen. Eventi I dytë ishte mësimi nga Nazrani. Këtu në maj patëm një takim shumë interesant, ku prezantua ka profesor Skënder Muçaj gjetjet arkeologjike, pasi është bërë një vizitë e parë në fshat, e cila do pasohet edhe ose u pasua edhe me vizitën e fytyr do të muajin këto, por më shumë do flasim për vitin tjetër. Kishim një panoramë fotografike të veshjeve të fshatit, dhe besoj që ishte diçka domethënë me rëndësi për të gjithë ne që të ishim pjesë e saj. Më tej, te festa e Lazarit, patjetër që kryesisht festa u organizua nga dega nga qendra e fshatit, por edhe dega e Tiranës kontriboi modestisht për këtë festë. Shpresojmë që vitin tjetër të jetë akoma më mirë organizuar dhe më interesante dhe me më shumë pjesëmarrje. Vinuam muaj shtator, besoj, në shtatorit me takimin rinor, me të rinjt dhe të jashtë bashkëtar që janë që jetojnë në Tiranë, studiojnë, jetojnë. U bërë një takim I parë, ku diskutuar më tej për mundësitë dhe dimësin që duam më thënë për më tej, por edhe për të njohur më shumë me nevojat edhe dëshirat dhe ëndrat e tyre. Në muajin nëntor organizuam një vizitë, do flasim pak më vonë, në fshat, nga një prej ekspertëve më të mirë që kemi në sektorin e turizmit, cilin zoti Luan Dervishe, e kemi dhe këtu, do japë edhe një prezantim pak më vonë. Një nga shtyllat që ne kemi evidentuar dhe që mendojmë ta shtym para është pjesa e turizmit. Normalisht nëpërmjet trashëgimisë kulturore, arkeologjike, të vendit, sidomos edhe me zonat rurale, turizmi është një mundësi edhe për rinin për të kthyer një jetë sociale nëpërmjet turistëve në fshat dhe ndoshta për të arritur edhe atë tërheqjen e rinisë për të jetuar në fshat apo në zona rurale, ndoshta një mundësi për të integruar më gjerë familjet në shërbimet turistike dhe gjithsesi për të mbajtur edhe atë sinxhirin e ekonomisë që lidh edhe produktet bujqësore me turizmin. Këto janë ato objektiva që unë kam pas parasysh nga eksperjenca në zonat e